Atëherë të dashur miq, duke larguar nga historia, do kalojmë tek ajo pjesë ne, si shqiptarët, si Shta dhe zoti Teodori, e kemi këtë cilësinë e humanizmit. Aleksandri është shfaqur shumë herë humanitar. Humanizmi na dalloi në emigracion bashkë për ju, është shoqat humanitare në Athinë, dhe këtu kam Irma Mërtirin Dervishaj, kryetare e shoqatës humanitare bashkë për ju, Albana Sheun, në kryetare bashkë për ju, njëkohësisht dhe Arlinda Isaraj, është antare kryesisë së bashkë për ju, një shoqat që nuk ka bërë pak, ka bërë shumë për të dhënë atyre të pamundurve edhe ndihma ekonomike, por njëkohësisht edhe suporte shëndetësore dhe morale. Dhe kam Irmën, besoj se kam lidhje drejt për drejt. Irma, përshëndetje dhe faleminderit që jemi në emisionin Ora. Përshëndetje. Irma, atëre, po e fillojmë me ju, pastaj do të vazhdojmë edhe tek vajzat e tjera, sepse zonja Isaraj është në Londër dhe Albana përsëri në Athinë. Si filloi kjo historia e bashkë për ju dhe pse humanizmi ishte ajo, si thonë, shtysa juaj e parë? Besoj që humanizmin ose e ke brenda vetes, ose nuk e ke. Kjo ishte një nga cilësitë e karakterit tim, dhe kjo ishte arsyeja kryesore që mua më shtyti që të futesha në këtë humanitare dhe të krijonim këtë shoqat humanitare gjithmonë në mënyrë të likshme. Duke parë gjithë vështirësitë e patriotëve të mi, sëmundje, probleme të ndryshme ekonomike, probleme me integrimin në shtetin grek, kjo ishte e parë, pra arsyeja e parë, duke parë vështirësitë e para, duke parë vështirësitë, duke parë njëkohësisht dhimbjen dhe problemet e ndryshme, kjo ishte arsyeja kryesore. Për mua më tepër mori fuqi kjo ide, kalova një peripeci serioze shëndetësore, aty ndjenja e humanizmit u rrit dhe më tepër, duke parë që në raste kaq të vështira njerëzit kanë nevojë për njerëz dhe për dorën e dikujt. Të dikujt tjetër. Qartë. Këto ishin pra nga arsyet kryesore që më bën mua. Do të vazhdojmë prapë, Irma, atëre me qenë se kam Albanën. Albana, përshëndetje. Përshëndetje. Alban, jemi takuar bashkë edhe herë të tjera në misione dhe në misione humanitare. Më thuaj pak, humanizmi ishte ideja për të krijuar shoqatat ose për të shfaqur më shumë, siç tha Irma, ishte nevojë në këto momente për të ndihmuar njerëzit? Në komunitet kemi shumë vite me Arlinda Isarajn, pastaj u njohëm dhe me Irmën, kishim ndihmuar edhe në shoqata të tjera që ishim. Po pastaj na lindi ideja, nga që kudo e jepnim atë ndihmën, me sa kishim mundësi, sepse atë që tha dhe Irma, humanizmin duhet ta kesh në shpirt. Na lindi ideja që të bëjmë diçka që të jetë vetëm të jetë epiqendra tek humanizmi. Dhe kjo ishte ideja e Arlindës, themeluesja e kësaj shoqate është Arlinda Isaraj. Po. Pastaj neve na pëlqeu si ide dhe e shoqëruam. Qartë. Është gjë e bukur të jesh humane, sepse humanizmin e ke në shpirt. Qartë. Është ajo që na karakterizon ne, apo jo? Po, nga të parat ndihma, mbaj mend që më ka marrë një shoqe në telefon, më ka thënë Albana ka rënë tërmeti në Durrës dhe jam ngrit sepse unë rri dhe kilometra larg nga qendra. Qartë. Me sa mundësi kisha, kam mbush çantat me veshmbathje, me ushqime dhe kam shkuar në Monastiraqi. Qartë. Aty pastaj jam njohur dhe me Arlindën, me vajzat e tjera, në vazhdim, dhe domethënë ishte gjë e bukur të japësh diçka që pjesa humanitare është pjesa më e mirë e njeriut, apo jo, Alban? Pjesa humanitare është pjesa më e bukur e njeriut. Megjithatë, po lidhemi me Arlindën, meqense se ajo është në Londër tashmë dhe do desha të komunikoj me të. Arlind, zonja Isaraj, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Artur, ju falenderojmë për ftesën. Më thuaj pak
një humanizëm që në samitin e diasporës ju u shfaqet me interesat për humanizëm. Nuk ishte problemi të shfaqen si shoqata, por të ndikojmë tek më i varfri. Dhe kjo ishte ideja dhe për të bërë shoqatën humanitare? Po, ideja lindi nga realiteti që jetojmë çdo ditë si pjesë e diasporës shqiptare në Greqi. Gjatë viteve këtu në Greqi, duke parë shumë bashkëdhetar që përballen me vështirësi ekonomike dhe shëndetësore, më lindi ideja që dhe më nxiti të bashkoj forcat me njerëz dhe me zonja që e kanë humanizmin dhe do me thonë që e kanë dhe me zemër të madhe, dhe kështu lindi ideja e shoqatës humanitare bashkë për ju. Misioni ynë është një mision që të jemi një dorë e zgjatur për çdo shqiptar në nevojë, duke pruar shumë ndihma humanitare të mënjeshme, mbështetje afatgjate. Objektivi ynë afatgjat është krijimi i një rjeti të qëndrueshëm, solidariteti dhe bashkëpunimi me shqiptarët në Greqi dhe Shqipëri, për të ndihmuar një komunitet më të bashkuar, më të përgjegjshëm dhe më të dëmshur. Sepse nevoja është shumë e madhe. Ka familje që nuk kanë bukë të hanë, të moshuar, që jetojnë vetëm dhe të braktisur. Qartë, pra është një objekt i madh. Një objekt i madh dhe i mundshëm për të qenë aktiv, apo jo? Po, se humaniteti nuk është një luks, është një përgjegjësi. Ne besojmë se asnjë shqiptar nuk duhet të ndihet vetëm në vuajtjet e tij. Qartë. Ja, tani po pyet Irma, kur kontaktuam bashkë më thej që përgjegjësia është aq e madhe sa që të vjen keq që nuk plotson interesat e njerëzve që kanë nevojë. Më thuaj pak Irma, cilat janë veprimtaritë tuaja të fundit, sepse Nilda Baxha më regjistroi disa fakte që ja vlente për të bashkëbiseduar. Më thuaj pak zonja Dervishaj. Po, neve ka arritur në një start të tillë tani puna jonë që me të vërtet mua më vjen nuk i plotsoj dot ato kërkesa që kemi nga njerëz të ndryshëm, nga familje të ndryshme. Arsyeja është ana ekonomike, është arsyeja e parë që ne nuk i përballojmë dot këto kërkesa nga këta njerëz. Jemi një shoqat e re, janë fillimet tona. Megjithatë, jemi shumë të kënaqur nga puna, nga rastet që kemi ndihmuar tani, sepse neve konkretisht e kemi filluar punën gjatë muajit shkurt, duke ndihmuar familja e parë ishte familja Likaj në qytetin e Gjirokastrës. Mbas saj puna e dytë jona ishte familja nga Ju e keni aktivitetin edhe këtej kufirit, apo jo? Aktiviteti juaj është edhe në Shqipëri. Po, ndihmat më të shumta të tona për bashkëdhetarët tanë në Shqipëri. Aty janë bërë punët tona të dertanishme. Shumë interesante. Më thotë... Këto në vazhdoj, këtu doja që të... Zoti Artur, këtu doja që të qëndroja pak, doja që të flisja për punët tona të dertanishme. Një për pak muaj, janë bërë arritje që unë jam shumë e kënaqur deri tani. Familja e dytë ishte një Santorini shqiptarësh me 3 fëmijë, të cilët mbas tërmetit erdhën në Athinë dhe nuk ishin asnjë lloj shpenzimi, u ndihmuan nga një zonjë greke, një shumë të hollash për shpenzime për supermarket dhe një shumë tjetër të hollash për shërbime të tyre të nevojave të tjera, jetë paguar hotel dhe shpenzime tjera. Puna e tretë ishin 2 familjet në Ksamil. Kjo punë u bëm në bashkëpunim me Bashkimin. Ishin 2 fëmijë, një me Down, me sindromo Down, dhe fëmija i tjetër mbas një aksidenti në det, kishte pësuar paralizë në qafë, 100% i paralizuar në këto momente. Vazhdimësit, punët e tjera ndihmojmë, kemi filluar pak vite, gati 2 vjetë më parë në Elenin, e cila humbi vajzën dhe vazhdon është e njëjta me kancer. Tani, këto momente që flasim, po mundohemi të ndihmojmë në Zamirën, e cila ka humbi vajzën e saj, ka 2 nipër, një e ka të paralizuar 4 vjeçarin dhe
kërkon dhe ilaçe, disa ilaçe, të cilat janë për epilepsi, është pak e vështirë sigurojmë, megjithatë me ndihmën e miqve tan grek, ne kemi mundësuar i kemi mbledhur domethënë për një 6 mujor. Pra ka një vëmendje në këto momente që të sigurojmë veçmbathje dhe ushqime për këtë familje. Qartë. Atëherë Albana, ajo që duhet të pyes. Mund të ndërhyj dhe unë po. Në këto momente, zoti Artur, jemi konkretisht duke mbledhur veçmbathje dhe ushqime për fëmijët që kanë ardhur nga lufta. Kanë kampin e tyre këtu në Athinë. Po. Nga Palestina. Po. Kemi mbledhur veçmbathje, ushqime dhe do shkojmë një grup nga vajzat tona nga afër. Pra keni një më tepër aktivitet dhe një mundësi, megjithëse kemi problem teknik me ju. Nuk ndihmojmë vetëm bashkëdhetarët tanë, me sa mundemi dhe njerëzit që kanë ardhur nga lufta dhe prostigje që kemi ndihmuar kur kanë ardhur nga Siria, në kohën e luftës. Konkretisht, tani jemi epiqendrat e Nën Zamira dhe tek fëmijët që kanë ardhur nga lufta. Më tha zonja Bargja që ajo ka kërkuar ndihmë për fëmijët e saj dhe tashmë është krijuar baza e ndihmave? Po. Dhe tek Nën Zamira, siç e tha dhe Irma, kemi siguruar ilaçet për 6 muaj dhe veçmbathje. Dhe për prostigjes kemi siguruar veçmbathje nga mosha 0 deri në 2,5-3 vjeç, sepse janë fëmijë të poshtë lindur, fëmijë të moshave të vogla. Dhe këtë ndihmë na e ka kërkuar Marilena Sullozeqi, që merret është humanitare në këtë me të luftës me. Qartë, atëherë kthehemi tek zonja Isaraj. Zonja Isaraj, ju keni një eksperiencë të madhe të paktën në rastet, në qëmtimin e tyre, në përzgjedhjen e rasteve për të ndihmuar. Më thuaj pak institucionet greke, ose kompanit, si tha dhe Irma, ka disa kompani që janë të gatshme. Në qoftë se nuk ke një strategji edhe humanitare, nuk merr dot suport nga këto. Më thuani si e kaloni këtë sfidë? Me thënë drejtën, është një sfidë e vështirë. Shumica e rasteve na vijnë nga vetë komuniteti. Njerëz që njohin dikë në vështirësi dhe na njoftojnë. Neve pastaj verifikojmë përmes kontakteve në terren dhe përpiqemi të ndërhyjmë atje ku nevoja është, siç na kërkojnë në Greqi apo në Shqipëri. Qartë. Nuk kemi pasur ndihma, domethënë që të na ndihmojnë. Më shumë ndihma jon ka qenë nga ne vetë mikesat tona të mira. Domethënë neve mlidhemi të gjitha. Ju merrni buxhetin e secilës. Mbaj mend që ju mlidhni para nga zonjat e Athinës, nga nënat që jepnin para për të ndihmuar familjet në nevojë. Është pak sakrificë apo jo? Po, është një sakrificë e madhe. Dhe ne tani që u bëm domethënë me ligj këtu në Greqi dhe njihemi në gjykatën e Athinës, do mundohemi pak a shumë që t'i lehtësojmë pak shoqet tona, mikesat tona, që mos të harxojnë ekonominë e shtëpisë. Sepse zoti Artur, këtu është diçka shumë rëngjese dhe shumë e veçantë, sepse ne nuk kemi të pasura shumë. Ne jemi thjesht duam të ndihmojmë. Qartë, sigurisht. Ta pëlqen të ndihmojmë të pasura në shpirt. Dhe reagimet këtu janë shumë emocionale. Ka lodëzimi, përqafime, lutje dhe falënderime që na prekin zemrën. Kjo është pjesa njerëzore që keni bërë ju. Atëre, Irma. Kjo përboj na mbush me motivim të jashtëzakonshëm. Të ndihmosh dikë që ngrihet kur është rrëzuar, është ndoshta forma më e lartë e lumturisë shpirtërore. Dhe unë, zoti Artur, me sinqeritet, jam shumë e lumtur që jam në këtë mision me shoqet e mia dhe do vazhdoj sepse më pëlqen. Në rast të parë, lumturojmë vetë dhe jap buzëqeshje në njerëz të nevojë. Bravo. Atëherë do kthejmë tek Irma. Irma, tashmë institucioni juaj, ky është institucion humanitar, ka nevojë për një lloj strategjie edhe të shfaqet i regjistruar në shtet
dhe të planifikoj edhe ndihmat periodike. Pra, gjatë gjithë kohës ju duhet çoni ndihma, siç e thatë 6 muaj tek një familje ose më shumë tek një familje tjetër. Afrojnë institucionet greke për situata të tilla? Deri tani nuk kemi patur asnjë ndihmë nga institucionet greke. Ligjërimi i shoqatës në këto moment ka bërë që neve do mundohemi dal nga dal të drejtohemi dhe drejt institucioneve. Institucioni i parë që ne po mundohemi është Bashkia e Athinës. Në këto momente ne kemi bërë një kërkesë për të ndihmuar gratë e dhunë, për të dhënë një ndihmë nga ana psikologjike, domethënë në mënyra me drejt për drejt këto momente për ato gra, dhe veshmbathje dhe sipas marrëveshjes që do bëjmë mbas diskutimit me Bashkinë e Athinës, presim të japim përgjigjen për mënyrën se si do ndihmojmë. Ne kemi bërë kërkesën në mënyrë zyrtare, por dhe kështu do vazhdojmë, duke ajo që mua më motuajon dhe ajo që mua më motivon është shprehja që bamirësia nuk u varfëron. Me shumë pak deri tani, do me thënë me ndihmën e çdo njërës, kush 5, kush 10 euro, kush një ilaç, që bën zonja tani, nga një ilaç secila për fëmijët, do vazhdojmë me këtë ritëm të vërtetojmë se kush ton, që njerëzit të besojnë tek ne, dhe kjo gjë të vazhdoj të ngrihet sa më lart, të japim dorën sa më shumë njerëz. Kjo është e njerëzve, atëre do t'i kthejmë Albanës. Të krijojmë pra besimin, të krijojmë me transparencë, të tregojmë njerëzve se kush jemi ne. Kjo është shumë e rëndësishme, të krijoni besimin në institucione. Japim dorën njerëzve në nevojë. Pra ne të bëhemi dora e tyre për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Shumë e rëndësishme. Atëre Alban, kthehemi pak tek komuniteti shqiptar në të gjithë Greqinë. Janë shumë shoqata, secila ka misionin e vet, ka institucione siç është ambasada e të tjera, për të shkuar drejt një kanalizimi të ndihmave të pjesës humanitare. Meqense ju e keni bashkë për ju këtë shoqatë, a mundet që ti të futeni në këto grupe si në komunitetin shqiptar në Athinë, po ashtu dhe tek diaspora që është në Selanik, në Kretë dhe në Athinë, mund të afroheni këtyre institucioneve vetëm të bëjmë pjesë e suportit të ndihmë? Po, besoj se me vazhdimin e kohës, po. Sepse ne jemi pjesë e diasporës, jemi pjesë e komunitetit shqiptar, kemi marrë pjesë në shumë aktivitete që janë bërë në ambasadë, kemi marrë shumë pjesë dhe në aktivitete të shoqatave të tjera humanitare, të shoqatave të tjera në Athinë. Pra është bërë një punë e madhe ndaj tyre. Besoj se jemi në rrugë të mirë. A janë dashamirë ata? Për krahin ndaj nesh. Po, ndaj kësaj shoqate humanitare, se nuk merrni asgjë për veten. Besoj se po. Kemi për krahje, kemi mbështetje. Pra, janë të gatshëm komuniteti shqiptar, kjo është shumë e rëndësishme. Atëre, zonja Isaraj, individët kanë mundësira, por edhe bizneset kanë mundësira. Në qoftë se ne jemi transparent dhe jemi, si thonë, bindës, ata nuk kursejnë, sepse ato kanë shpenzime jashtëzakonisht mëdha, apo jo? Po, çdo shqiptar mund të kontribuojë në vullnetarizëm. Varet po e kemë dëshirë, me shpirt. Ne i ftojmë të gjithë të bëjmë pjesë. Qartë. Sepse vetëm bashkë mund të sjellim ndryshime. Bashkimi është fuqia që të ecim përpara. Neve këto e bëjmë me shpirt, nuk do me thonë është vullnetare. Do me thonë, çfarë të them unë për Albanën që për çdo mision që bën 30 kilometra nga Korupia që vjen në Athinë. Neve punojmë, zoti Artur, punojmë puna të vështira dhe neve nuk kemi orar për këtë mision që bëjmë. E bëjmë sepse kemi dëshirë. Dhe është një mesazh dhe Te kam parë me kopë ndaj jush, sepse që kur ju kam takuar, pash që ju jeni misionare, jo mërgjimtare.
Po, do me thënë, neve kjo është nisur kjo shoqat, humanizmi nga disa zonja, është nisur në kohën e Covid. Do me thënë, na kanë ardhur në Messenger, për shembull unë që jam një aktiviste mbi 10 vjet në komunitet, më erdhi një mesazh në Messenger për kontentim dhe bashkuam zonja dhe arriti gur është bërë vajtën gati 4 vjet që po e bëjmë të mision. Do me thënë me dëshirë. Dhe kemi dëshirë dhe asgjë tjetër. Qartë. Atëre do i kërkoj për mesazh, po do i drejtojmë pak Irmës. Për të bërë, Irma, për të bërë antar i shoqatës bashkë për ju, çfarë duhet kem? Ose çfarë duhet bëj? Vetëm të lajmëroj të kem antarësi, apo duhet vetëm një telefonat edhe kaq? Që të bësh antar i shoqatës bashkë për ju, duhet kesh humanizmin në shpirt. Janë të mirëpritur të gjithë ata njerëz që kanë humanizmin dhe duan të ndihmojnë. Është vetëm një arsye që neve po ecim dhe po mundohemi dhe duam që me punë ta ngrem sa më lart këtë shoqat. Humanizmi është themeli i një shoqërie të shëndosh, sepse në themeli është njeriu. Kur njeriu jep dorën tjetrit, do me thënë njerëzve që janë në nevojë, ky është humanizmi, ky është shpirti kryesore. Kjo është arsyeja kryesore e kësaj shoqate. Janë të mirëpritur të gjithë njerëzit, pra që të ndihmojnë, të japin dorën njerëzve në nevojë. Nuk kemi asnjë lloj kërkese tjetër. Ne si shoqat do jetë arsyeja kryesore që njerëzit të kemë besim tek ne, do jetë transparenca. Është objektivi im numër 1 dhe i vetëm, transparenca në të gjitha fushat. Sidomos janës ekonomike, kur njerëzit do mundohen të ekonomike, ata do t'ju jepet deri në deri në detajet më të vogla, çdo ekonomike që do shkoj në destinacionin e duhur. Për këtë arsye ne duam të falenderojmë dhe agjensinë Top Lines, se pas një ekonomike, të gjitha këto vite dhe vazhdon akoma dhe me neve, i çon ndihmat nacionin e duhur në kohën e duhur. Bravo. Pra kjo punon si një mekanizëm i gjithë, nuk mund ta bëjmë vetëm ne këtë. Sigurisht. Pra na duhen njerëz, na duhen ndihma. Ne jemi ata që po lëvizim ingranazhet në këto momente. Jemi njerëzit që lëvizim ingranazhet kryesor. Qartë. Atëre do i kthejmë tek Albana dhe te zonja Isaraj. Do doja një mesazh për ju, për ata që kanë nevojë t'ju drejtohen, njëkohësisht edhe për ata që mund ose kanë dëshirë të bëhen donator ose të bëhen pjesë e humanizmit, t'ju drejtohen edhe të bëhen pjesë e shoqatave. Zonja Isaraj, më thuaj, a kemi nevojë ne të rinj t'i angazhojmë dhe të bëjmë pjesë e këtij humaniteti? Të rinj shqiptar. Ne në shoqatën tonë kemi shumë vajza të reja të rinj që po angazhohen. Kemi gati 10 të rinj dhe jemi shumë të kënaqura, ne si do me thënë organizohen dhe ndihmojnë me pak a shumë gjëra që kanë. Unë doja t'u thosha një mesazh nga ana ime për të rinj, doja të thosha që mos prit që të jesh i madh apo i fuqishëm për të ndihmuar. Fillo tani sa nuk është vonë. Humanizmi është ajo që të bën një njeri të plotë. Bravo. Shumë interesant. Atëherë kthehemi tek Albana. Albana, përshëndetje dhe një herë jepi një mesazh të rinjve, të rejave, vajzave dhe nënave të cilat e kanë parë me pamundësi ose me nevojë direkte për t'ju drejtuar. Kanë nevojë për bashkë për ju. Drejtoju nënave. Mu drejtuat mua sepse nuk ju dëgjoj mirë. Ja, atëre, bëj një thirrje atyre nënave që kanë nevojë, t'ju drejtohen edhe t'ju shpjegojnë për nevojat që kanë. Po, janë kultura që drejt për drejt në mënyra të ndryshme nga njerëz të njohur. Po. Mua mu drejtuat zoti Artur, më falni. S'ka problem. Atëre, po, Irma, se nuk po dëgjonte Albana,
është ky moment për t'u drejtuar nënave për nevojat që kanë të drejtohen, të jenë transparente, të jenë të hapura? Po, të drejtimat e tyre që kanë nevojë dhe ne do mundohemi me të gjitha mundësit, do shfrytëzojmë edhe evron e fundit që të gjithë dëshirë për ilaçe, për veshmbathje, për ushqime, për çdo lloj, me çfarë mundësie kemi. Në çdo lloj. Respekt për punën tuaj dhe për entuziazmin tuaj. Atëre, Albana, një përshëndetje tuaj, në dëgjon? Po, unë në këto momente, ajo që më ka prekur janë fëmijët dhe nënat e reja që janë kanë ardhur nga lufta, që më kanë prekur me të vërtet shpirtin, dhe aty po mundohemi me shpirt, me të gjitha vajzat, e kryesisë, Qartë. Ti ndihmojmë me sa mundësi kemi, sepse dhe është, do me thënë, të japësh një dorë njerëzve që vinë nga lufta, është sikur u jep pak shpirt nga shpirti juaj, nga shpirti jonë. Faleminderit Albana, faleminderit Irma, faleminderit Arlinda që punën që keni bërë e keni çuar tek ata që kanë nevojë, dhe kjo lloj veprimtarie tashmë nuk është thjesht humanitare, por me një dimension edhe shqiptar, sepse na përfaqësoni element të rëndësishëm të kombit ton. Ju falenderoj shumë për punën e bërë, Irma, të dashur miq, që kisha Irma Mërtinin Dervishaj, kryetare e shoqatës Bashkë për Ju, kisha zonjën Isaraj, Arlinda Isaraj, një veterane e kësaj, ose njeri me ide humanitare, që në fillim ka krijuar shoqatën humanitare, pra është një zëvëtare e saj, njëkohësisht dhe Albana e dhimbshur ashtu siç është, ka parë atë që lufta ka sjell në Europë, viktimat e saj, dhe tashmë i është dhënë tërësisht mundësisë për t'i rikuperuar ato.